Ministri i Bujqësisë Andi Salla ka takuar pas ditën e sejntes fermerë të fushës Maliqit, të cilët protestuan para bashkisë duke kërkuar dëmshpërblim për dëmet e ardhura nga përmbytja e ndryshimet në skemën kombëtare që i mbështet ata. Pas takimit, ministri i Bujqësisë është shprehur se ka marrë sugjerimet e vlefshme nga fermerët lidhur me skemën mbështetëse, ndërsa thekson që pas verifikimit të dëmeve do të ketë dëmshpërblime. Ne kemi filluar një dëgjesë me fermerët, gjë e cila është për skemën kombëtare të investimeve të AZBR-s. Pra ne kemi një fond për 52 milion euro për fermerët në mbështetje të tyre për t'i dhënë mundësi të kenë përfitime nga shteti, nga siç është skema kombëtare. Po i dëgjojmë, po i pyesim si janë problematikat e tyre, çfarë sugjerimesh kanë për skemën e re dhe çfarë duhet të përshtasim ne sipas legjislacionit që kemi fuqi dhe përshtatjes ndaj BE-s, në mënyrë që ne të jemi gati në 2027, jo vetëm për orientimin e fermerëve, por edhe ndaj mbështetjes së tyre të jenë gati edhe për sigurinë ushqimore dhe gjithë procesin që ne kemi interessi për të qenë si fermerët e Europës edhe në Shqipëri. Dy përmbytje për pak kohë në fushën e Maliqit erdhën si pasojë e çarjes së argjinaturës, e cila prej vitesh nuk ka patur investime. Për këtë, sipas ministrisë përkatëse, ka një projekt i cili do të marrë financim këtë vit. Projektin ne tashmë kemi gati për ta investuar, për ta pasur në mënyrë që Ministria, Bordi i Kullimit ta investojë dhe të kemi një ndryshim, mund të themi, në këtë pikërisht në këtë zonë ku ne kemi pas problematike dhe në nëntor, por edhe tani në janar. Gjë e cila na ka treguar që toka aty nga vitet në erozioni ka pas një problem, por tashmë me buxhetin e ri ne do ta rishikojmë, tash diskutojmë dhe me strukturat tona në ministri, në mënyrë që të gjitha çarjet, të gjitha investimet që kërkohen në argjinatura të jenë të parashikuara ndaj buxhetit të ministrisë. Në fushën e Maliqit u përmbytën mbi 4000 hektar tokë bujqësore, 1200 prej cilave janë ende nën ujë.